Prej vitesh, banorët e fshatit Rimanish të Prishtinës përballen me mungesën e rrjetit të ujësjellësit. Halli i përditshëm për ta mbetet sfida për të siguruar ujë dhe funksionimi i opsioneve alternative, siç janë puset. Ndonse është e pamundshme të rastisësh në një shtëpi në këtë fshat që nuk posedon një pus. Shumica prej tyre, siç tregojnë banorët, janë tharë. Kërkesën e kamotshme të banorëve të ujësjellësit, komuna ka vendosur ta përfshijë në buxhetin e këtij viti. Si kategori, aty është përfshirë furnizimi me ujësjellës përmes puseve dhe rezervuarve për fshatrat e Gollakut, për të cilën janë planifikuar 100.000 euro. E se sa është i nevojshëm ta kenë këtë projekt, tregojnë banorët. Nuk ka zgjedhje se po na duhet me puse, sigurisht pa rrym nuk po bën. Ata i kanë ato hidrofor, ata i nxjesin, kështu që si të nalet rryma, ato nuk funksionojnë. Kështu që kanë probleme të gjithë. Po ka fut buxhet edhe ata kanë fol bile, sidomos në zgjedhje kur kanë ardhur ata gjithë janë deklaruar se do t'ja plotësojmë ato kushtet gjithsesi dhe kena me u bë të mundshme. Edhe për ujësjellëse për gjitha, kështu që i shkon shumë fenomenale. Në situatën aktuale, banorët thonë se u janë rënduar xhepat. Nuk ka domon ujësjellës, krejt do të me puse e shfrytëzojnë domon përveç që do të ujë për pije, gjithsesi edhe për punë tjera. Është një për arsye kryesore është që realisht po dëmtohen edhe banorët e fshatit. Do të me ble ka njerëz të na që kanë bërë me sistema ujit, se edhe çat banor që ka posi ka shterë. Lau thekson se ky projekt është i mirëseardhur për ta. Valla, unë mendoj që është një prej arsye se i përkosëm këtij qyteti, këtij kryeqytet Prishtinës. Tash u nalesh edhe në afërsi 15 kilometra, edhe me met pa gjonat bazike, pa ujin. Më duket shumë e pakuptim, besoj që është vonë, edhe tash është vonë në atë aspektin kur dash më kry më herët, po para kur dëshit kryet vonë s'është me marrë në atë pejonës tjetër, po kur dëshit kryet për neve është i mirëseardhur. Televizioni ka pyetur komunën rreth planeve për nisjen e punimeve për masat e tyre në fshatra dhe përfshirje në rrjetin qendror, por e njëjta nuk ka kthyer përgjigje. Ndërkaq kompania Renale Ujësjellësit Prishtina ka deklaruar se nuk ka informata lidhur me çështjen.